Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. Gjonatani flet për herë të parë pas ndarjes nga Roza Lati. Pas muajsh spekulimesh dhe zërash në rrjet, më në fund ka ardhur edhe reagimi i parë publik nga Gjonatani Islami lidhur me ndarjen nga moderatorja Roza Lati. I ftuar në një emision televiziv, Gjonatani ka zgjedhur të flasë hapur për fundin e marrëdhënies së tyre, duke i dhënë kështu fund aludimeve që qarkullonin prej kohësh. Ai u shpreh se tashmë është single dhe në paqe me këtë fazë të jetës së tij, ndërsa nuk kurseu fjalët e mira për ish partneren. Jam i lumtur single, Rozës i uroj më të mirat. Është shprehur ai duke treguar një qasje të qetë dhe pa tension ndaj ndarjes. Më tej, Gjonatani ka zbuluar edhe disa detaje mbi marrëdhënien e tyre, duke konfirmuar se historia e dashurisë kishte përfunduar prej disa muajsh. Sipas tij, lidhja kishte zgjatur rreth një vit dhe tashmë ishte një kapitull i mbyllur. Ai theksoi: "Kishim kohë bashkë, zgjati një vit. Ishte një marrëdhënie publike, tashmë është një kapitull i mbyllur në jetën time. Kemi 4 muaj që e kemi mbyllur. I uroj gjithë të mirat, jam i sigurt që edhe ajo më uron të njëjtën gjë." Historia e tyre e dashurisë kishte nisur gjatë verës dhe u bë shumë shpejt një nga më të komentuarat në showbizin shqiptar, me paraqitje të shumta publike dhe postime të përbashkëta në rrjetet sociale.